fund të gjithë politikanët e vjetër po dalin para drejtësisë dhe po dalin dhe ata që janë në pushtet. Është e qartë që gjitha akuzat që i beshin SPAK-u dhe drejtësisë se Gjoja ishte një instrument i Edi Ramës për të sulmuar opozitën apo për të sulmuar kundërshtarët e tij brenda majorancës, tani nuk janë më të besueshme. Me shpalljen e pandehur të Belinda Ballukut, është e qartë që tani mungon vetëm Edi Rama dhe shumë shpejt drejtësia ka për të shkuar te dera e Edi Ramës. Dhe kjo nuk varet nga dëshira apo nga vullneti i Edi Ramës. Ky nuk është një vendim që është marrë në Tiranë, ky është një vendim që është marrë në Perëndim, të cilët qartësisht kanë vendosur që Shqipëria nuk mund të vazhdojë të jetë një vend i korruptuar në zemër të Europës, sepse nuk mund të jetë ndryshe, nuk mundet që një reformë, një ndryshim rrënjësor i drejtësisë në raport me të paprekshmit e dikurshëm të ndalet pikërisht te Edi Rama. Dhe në fakt jo duket nga mënyra se si ka reaguar Edi Rama në lidhje me Belinda Ballukun. Por në fakt Belinda Balluku nuk mund të shpëtohet nga Edi Rama, sepse Edi Rama nuk është në gjendje më të shpëtojë as veten e vet. Por nëse drejtësia po bën punën e vet, kjo nuk mjafton. Është e papranueshme që në Shqipëri qytetarët shqiptar mos të shikojnë një alternativë të besueshme. Sot një pjesë e mirë shoqërisë thotë, por sigurisht Edi Rama është i korruptuar, por cila është alternativa? Dhe kur mendojnë alternativën, mendojnë që ajo është e pabesueshme. Dhe ky është problemi nëse ne imagjinojmë të ardhmen e Shqipërisë. Duhet të ndërtojmë një alternativë të besueshme. Para një viti kemi krijuar një projekt politik dhe kemi arritur aty ku jemi sot. Shumë menduan që do dështonim, por ja që morëm 6% në zgjedhjet e fundit në Tiranë, nxorëm 2 deputet, sigurisht kjo nuk është e mjaftueshme. Ky është vetëm fillimi. Ka ardhur momenti të bëhemi të gjithë bashkë. Ka ardhur momenti t'u japim shqiptarëve një alternativë të vërtetë, të besueshme, moderne, perëndimore, një alternativë që nuk u premton qytetarëve qiqra në hell, por ju thotë të vërtetën që vetëm shqiptarët, secili prej tyre mund ta nxjerrë veten e vet nga varfëria, me punë, me sakrificë. Është e papranueshme që të besojmë politikanë që premtojnë se ata do i nxjerrin nga varfëria. Fati i qytetarëve shqiptar duhet të jetë në duart e tyre dhe jo në duart e politikanëve. Kjo është ajo që ne mendojmë dhe këtë duam të bëjmë, këtë duam të ndërtojmë. Ky është vizioni ynë, një Shqipëri që kushdo mund t'ja dali me punë, një Shqipëri ku qytetarët kanë në dorë fatin e tyre dhe nuk e kanë politikanët. Kjo është ajo që ne imagjinojmë për të ardhmen. Ka ardhur momenti t'u japim shqiptarëve një alternativë. Ju ftoj të gjithë të na bashkohen. Ju ftoj të gjithëve që të ndërtojmë së bashku me njerëz të papërlyer, të pakorruptuar, të ndërtojmë së bashku një alternativë që t'u japi shqiptarëve mundësinë